Shtet sot janë gjetur mbetjet mortore që dyshon të jenë nga lufta e fundit. Klangosova.tv ka mësuar se zyrtar të Institutit të Mjekësisë Ligjore janë duke bërë zhvarrosjen e këtij trupi. Ndrojmë temë të informacioneve. Gjykata themelore në Prishtinë ka refuzuar propozimin e grupit Asnjë cent më shumë për pezullimin e zbatimit të vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë rreth shtrejtimit të rrymës për 16%. Kjo është bërë ditur nga avokati Ardian Bayraktari përmes një njoftimi në Facebook. Avokati i këtij grupi ka paralajmëruar edhe ankesë në gjykatën e apelit ndaj këtij aktvendimi. Bayraktari u zotua për vazhdimin e betejës ligjore kundër vendimit të ZRS për ngritjen e çmimit të energjisë. Ministria e Shëndetësisë ka shënuar sot me një